Milioneri e bëri porosinë e tij në gjermanisht vetëm për ta poshtëruar. Salla e restorantit dukej sikur kishte rënë në heshtje, sikur edhe ajri kishte ndaluar. Ai nuk e dinte se ajo fliste disa gjuhë dhe se njëra prej tyre do t'ia ndryshonte jetën përgjithmonë. Restoranti ylli i artë shkëlqente me një luks pothuajse të tepruar. Lambadar kristali vareshin nga tavani si yje artificial, duke hedhur dritë të butë mbi mbulesa mëndafshi të bardhë dhe takëme argjendi të lustruara. Ishte vendi ku të pasurit festonin pushtetin e tyre, ku parat flisnin më fort se fjalët dhe ku njerëz si Elena ishin pothuajse të padukshëm. Elena ecte mes tavolinave me tabakan të balancuar mbi dorën e djathtë. Ajo kishte muaj që punonte aty. Zgjoi herët, pastronte, shërbente, buzëqeshte dhe kthehej në shtëpi me këmbë të lodhura, por me krenarin të paprekur. Kjo ishte e vetmja gjë që askush nuk mund t'ia merrte. Atë natë restoranti ishte plot. Biznesmen, politikan, njerëz të famshëm qeshnin dhe bënin dolli, duke mos i parë fare ata që u shërbenin. Për ta, kamarierët ishin si hije me përparse. Pranë kuzhinës, Elena mori frym thellë. Shefi i kuzhinës, Augusto, e pa me shqetësim. Ai ishte një nga të paktët që e trajtonte si njeri. Je mirë, e pyeti butë. Ajo pohoi me kokë. Thjesht një natë e gjatë. Ai buzëqeshi. Digniteti nuk ka çmim. Mos e haro. Papritur dera kryesore u hap dhe hyrja e dy burrave tërhoqi vëmendjen e të gjithëve. Njëri ishte i moshuar, me kostum të shtrenjtë dhe qëndrim arrogant. Tjetri, më i ri, kishte pamjen e dikujt që ishte mësuar ta kishte botën në këmbë. Menaxheri vrapoi për t'i pritur me respekt të tepruar. Ishin klient të fuqishëm, njerëz që mund të blinin ose shkatëronin biznese me një firmë. Elena u dërgua të shërbente në tavolinën e tyre. Kur u afrua, ata nuk e pan as në sy. Flisnin me tallje, bënin shaka për të, si të mos ishte aty. Ajo mbajti buzëqeshjen profesionale, edhe pse fjalët e tyre e lëndonin. Pastaj burri i moshuar u përkul përpara dhe filloi të fliste në gjermanisht me një ton përçmues. Ai porositi verën më të shtrenjtë dhe u tall duke thënë se një vajzë e varfër si ajo nuk mund ta kuptonte atë gjuhë. Djali i tij qeshi me zë të lartë. Elena kuptoi çdo fjalë, çdo tallje, çdo përbuzje. Që fëmijë, gjyqja e saj i kishte mësuar gjuhë të huaja. Ne të tëra duke dëgjuar, duke përsëritur, duke lexuar libra të vjetër. Gjuha ishte bërë arma dhe mburoja e saj. Por ajo kishte mësuar edhe diçka tjetër, jo gjithmonë duhet ta tregosh menjëherë forcën tënde. Ajo solli verën në heshtje, duke i dëgjuar ndërsa vazhdonin të flisnin për njerëz të varfër, për punëtor që sipas tyre nuk vlenin asgjë. Pastaj dëgjoi diçka që i ngriti gjakun në kokë. Ata po flisnin për një spital, po planifikonin ta blinin dhe të mbyllnin repartet për pacientët pa para. Aty trajtohej gjyqja e saj. Dora i dridhej, por jo nga frika. Nga zemërimi. Një zemërim i qetë, i thellë. Më vonë, burri i ofroi një punë me pagë më të lartë, por mënyra si e tha e bëri të dukej si kurth. Si një blerje e heshtjes së saj. Elena refuzoi me qetësi. Kjo e tërboi. Ai u ngrit dhe e kërcënoi. I tha se njerëz si ajo duhet të dinin vendin e tyre. Atëherë Elena buzëqeshi për herë të parë. Ajo e pa drejt në sy dhe foli në gjermanisht të pastër, me theks të përsosur. I tha se kishte kuptuar çdo fjalë që ai kishte thënë atë natë. Çdo fyerje. Çdo plan të ndyrë. Dhe i premtoi se ai do të ishte ai që do të pendohej. Heshtja ra mbi sallë si një perde e rëndë. Fytyra e tij u zbardh. Djali la gotën të bjerë. Elena u largua drejt kuzhinës me hapa të qetë, me zemrën që i rrite fort, por me një ndjenjë lirie që nuk e kishte ndjerë kur më parë. Pak më vonë ajo u pushua nga puna. U kërcënua. U përpoqën ta friksonin. Por kur u kthye në shtëpi dhe i tregoi gjithçka gjyqes, ajo pa krenari në sytë e saj, jo frikë. Ke bërë atë që duhej, i tha e moshuara. Zëri yt ka vlerë. Mos e shit kurrë. Atë natë Elena kuptoi se jeta e saj kishte ndryshuar. Ajo nuk ishte më e padukshme. Nuk ishte më vetëm një kamarier. Ajo ishte një grua që dinte gjuhë, që dinte të vërtetën dhe që nuk kishte ndërmend të heshtë. Dhe ndërsa dritat e qytetit ndizeshin jashtë dritares së vogël, ajo ndjeu se betejë sapo kishte filluar, por për herë të parë ajo nuk kishte frikë.
sepse dinjiteti I saj ishte më I fortë se çdo milioner. Ajo nuk kishte asnjë detyrim të ruante sekretet e askujt. Elena e shikoi gjyshen sikur ajo sapo kishte ndezur një fitil bombe. Në një farë mënyre, kjo ishte pikërisht ajo që po ndodhte. Je e sigurt për këtë? Pyeti me zë të ulët. Mercedes ngriti mjekrën me vendosmëri. Unë jam plak dhe e sëmur, por ti ke gjithë jetën përpara. Nuk do të lejoj që ai burr të ta shkatërroj jetën siç ma shkatërroi mua. Telefoni I Elenës ra dhe theu heshtjen. Një numër I panjohur. Ajo hezitoi, pastaj u përgjigj. Një zë femre, profesional, por I ngrohtë, u prezantua si gazetare nga një gazetë kombëtare. Ajo tha se kishte dëgjuar për incidentin në restorant dhe se donte të fliste me të. Zemra e Elenës filloi të rrite fort. Si kishte arritur lajmi kaq shpejt? Si e kishin gjetur numrin e saj? Gazetarja I tha se kishte informacione për familjen e pasur dhe besonte se edhe Elena kishte diçka të rëndësishme për të ndarë. Ajo propozoi një takim në një kafene të vogël pranë sheshit qendror në mëngjes dhe I kërkoi të vinte vetëm. Kur telefonata u mbyll, Elena mbeti duke parë ekranin e mbushur me dyshime dhe shpresë. Ajo nuk fjeti atë natë. Lexoi dokumentet që gjyshja I kishte dhënë. Kontrata, letra, dëshmi për korrupsion, rishfete dhe marrëveshje të pista që shtrieshin për dekada. Mes tyre gjeti një letër në gjermanisht që përmendte para të fshehura jashtë vendit dhe favore politike të blera. Copat e enigmës filluan të bashkoheshin. Në mëngjes, para se të dilte, gjyshja I dha një medalion argjendi. Ishte I nënës sate, I tha. Ajo ishte e guximshme. Mos haro kur. Elena e përqafoi fort dhe u nis. Kafeneja ishte modeste, me aroma kafeje të freskët dhe mure të mbushura me fotografi të vjetra. Gazetarja mbërriti në kohë. Ajo kishte sy të mbret, vëzhgues. I shpjegoi se kishte vite që hetonte bizneset e errëta të familjes së fuqishme, por çdo herë që afrohej, dikush e kërcënonte ose dëshmitarët zhdukeshin. Ti sfidove publikisht, I tha ajo. Kjo të bën simbol. Dhe simbolet kanë fuqi. Elena rrëfeu gjithçka. Poshtërimet, bisedat në gjermanisht, planet për spitalin, dokumentet e gjyshes. Gazetarja regjistroi çdo fjalë. Këto prova mund t'i shkatërrojnë, tha ajo. Por duhet t'i shoh dokumentet origjinale. Teksa largoheshin, gazetarja I tregoi diçka tjetër. Dikush kishte telefonuar për ta diskredituar Elenën, duke thënë se ajo ishte e rrezikshme. Numri I përkiste djalit të milionerit. Ai po përpiqej ta sulmonte para se ajo të fliste. Më vonë, Elena mori një mesazh nga shefi I kuzhinës. Ai I kërkonte të takoheshin fshehurazi natën në restoran. Diçka për gjyshen e saj. Ajo ndjeu frikë, por vendosi të shkonte. Rrugët ishin të errëta dhe të lagështa. Drita mbi derën e pasme të restorantit pulsonte. Ajo hyri me kujdes dhe thirri emrin e tij. Por nga hija doli djali I milionerit, pas saj u shfaq baba I tij. Ishte një kurth. Ata e rrethuan. Milioneri foli me një zë të butë, të ftohtë. Tha se kishte hetuar të kaluarën e saj dhe kishte zbuluar diçka interesante. Përmendi nënën e saj duke thënë se ajo kishte punuar për familjen e tyre vite më parë. Pastaj tregoi një fotografi të vjetër, nëna e saj pranë babait të tij. Fjalët e tij ishin si thika. Ai pretendoi se nëna e saj nuk kishte vdekur në aksident, por ishte zhdukur. Dhe se ajo kishte pasur një lidhje me baban e tij. Një test gjaku, tha ai, tregonte se Elena ishte vajza e atij burri. Kjo do të thoshte se ajo dhe ai ndanin të njëjtin baba. Bota e saj u përmbys. Gjaku I njëjtë me njeriun që kishte shkatëruar jetën e gjyshes së saj. Ai I ofroi një marrëveshje, heshtje në këmbim të parave dhe trajtimit mjekësor për gjyshen. Ose luftë dhe shkatërim total. Ajo e pa drejt në sy. Nuk dua asgjë nga ju. Dua drejtësi. Ai urdhëroi truprojat ta nxirrnin jashtë dhe ta friksonin. Paniku e pushtoi. Por para se ta preknin, dera u përplas. Policia. Askush të mos lëviz. Dritat u ndezën. Oficer hyn me armë në duar. Pas tyre ishte gazetarja me një regjistrues. Çdo fjalë u incizua, tha ajo. Çdo kërcënim, çdo pranim. Milioneri u tërbua. Elena nuk kuptonte si kishte ndodhur.
Pastaj pa një figur tjetër të hynte ngadalë me bastun, por me kokën larë. Gjyshja e saj. E dija që diçka nuk ishte në rregull, tha ajo me zë të fortë. Thira gazetaren dhe autoritetet. Mjaft heshta gjithë jetën. Sot mbaron. Elena e pa me lot në sy. Për herë të parë, ajo nuk ndjej e vogël. E vërteta po dilte në dritë. Sekretet po shembeshin. Dhe pavarësisht dhimbjes, ajo ndjeu një forcë të re. Sepse dinjiteti, më në fund, po fitonte mbi frikën. Ajo e kishte humbur vajzën për shkak të mëkateve të atij burri. Atë natë kishte dëgjuar gjithçka që ai kishte thënë dhe tani bota do ta dëgjonte gjithashtu. Për herë të parë në jetën e tij, Maximiliano Alderete mbeti pa fjalë. Oficerët ju afruan, i avun prangat ndërsa ai bërtiste për avokat dhe procese gjyqësore. Djali i tij u përpoq të ikte, por u kap para se të arrinte derën. Elena vrapoi drejt gjyshës dhe e përqafoi fort. Është e vërtet ajo që the për nënën time? Për Aurelion? Mercedes e mbajti në krah, lotët që rridhnin mbi faqet e rrudhura. Është e vërtet, bija ime. Çdo fjalë, jashtë, sirenat e makinave të policisë mbushën natën me dritë blu dhe të kuqe. Brenda, dy gra u përqafuan pas dekadash heshtjeje dhe sekretesh. Betejë nuk kishte mbaruar, sapo kishte filluar, por për herë të parë Elena ndjeu se nuk ishte vetëm, dhe kjo ndryshonte gjithçka. Stacioni qendror i policisë ishte një ndërtesë e vjetër me mure të zverdhura dhe erë kafeje të ftohtë. Elena dhe gjyshja u ulën në një sallë pritjeje, të mbuluara me batanie që një oficer i sjellshëm ua kishte dhënë. Askush nuk kishte fjetur. Agimi po ngjyroste qiellin me rozë dhe portokalli. Gazetarja kaloi orë të tëra duke dhënë deklarata dhe duke dorëzuar prova. Babai dhe djali u mbajtën në qeli të ndara, ndërsa avokatët e tyre punonin me panik. Për momentin ishim pas hekurave dhe kjo mjaftonte. Duhet të di gjithçka për nënën time, tha Elena me zë të dridhur. Çfarë ndodhi vërtet? Mercedes mbylli sytë dhe mori frym thellë. Nëna jote ishte drita e jetës sime. Kishte buzëqeshjen tënde, forcën tënde. Kur hynte në një dhomë, gjithçka ndriçonte. Ajo rrëfeu se kishte punuar për familjen e pasur duke menduar se mund ta mbronte vajzën, por pronari e kishte vënë re menjëherë Rosën. Në fillim ishte i sjellshëm, pastaj u bë diçka më shumë. Ata u dashuruan, ose të paktën Rosa besoi kështu. Kur mbeti shtatzën, ai ndryshoi. I ofroi para për të hequr dorë nga fëmia. Ajo refuzoi. I ofroi para për t'u zhdukur. Ajo refuzoi përsëri. Ajo donte vetëm që ai ta pranonte vajzën e vet, por gruaja e tij e zbuloi të vërtetën dhe i dha ultimatum. Ose Rosa zhdukej, ose ajo do ta shkatëronte publikisht. Ai zgjodhi perandorinë e tij. I kërkoi Rosës të largohej dhe i ofroi një shumë të madhe. Ajo nuk pranoi. Krenaria e saj ishte më e fortë se frika. Një javë më vonë, Rosa u zhduk. Doli për të blerë diçka dhe nuk u kthye më. Mercedes kërkoi për vite me radhë, shkoi në polici, pagoi hetues, vendosi postera. Asgjë. Si të ishte gëlltitur nga toka. Pse nuk ma the? Pyeti Elena me dhimbje. Doja të mbroja, tha gjyshja. Do të kishe shkuar pas tyre dhe do të kishin shkatëruar. Lotët i rridhnin të dyjave. Elena u gjunjëzua dhe i mori duar. Të fal. Por duhet të di, a mendon se ajo është gjallë? Mercedes hezitoi. Nuk gjeta kur trup. Dhe vite më parë mora një letër pa emër. Thoshte vetëm, ajo është mirë, mos e kërkoni. Ishte shkruar në frëngjisht. Ishte gjuha jonë sekrete. Shpresa e vogël u ndes në zemrën e Elenës. Pak më vonë, gazetarja u kthye me lajme. Prokurori kishte ngritur akuza për zhvatje dhe kërcënime dhe do të rihapte hetimin për zhdukjen e Rosës. Na duhen të gjitha dokumentet, tha ajo. Mercedes pranoi pa hezitim. Gjatë marrjes në pyetje, djali kishte filluar të fliste. Pretendonte se dinte çfarë kishte ndodhur me Rosën. Ndoshta përpiqej të negocionte, por mund të kishte të vërteta të fshehura. Orët kaluan me procedura dhe nënshkrime. Gjyshja u dërgua për kontroll mjekësor dhe rezultoi e qëndrueshme. Ndërsa Elena priste në korridorin e spitalit, telefoni i saj ra. Ishte shefi i kuzhinës.
Ai kërkoi falje që emri I tij ishte përdorur për ta futur në kurth. Pastaj tha diçka që e tronditi. Ai kishte njohur nënën e saj vite më parë. Kishin punuar bashkë. Je identike me të, tha ai. Ajo më kërkoi që nëse të takoja ndonjëherë të prisja momentin e duhur për të treguar diçka. Çfarë? Pyeti Elena me frymë të prerë. Jo në telefon. Duhet të jap diçka që ajo ma la për ty e kam ruajtur për vite. Besoj se është qelësi për ta gjetur. Telefonata u mbyll. Elena mbeti duke parë dritat e qytetit nga dritarja e spitalit. Çdo dritë ishte një histori, një sekret. Diku atje mund të ishte nëna e saj gjallë duke pritur. Ose ndoshta ishte vetëm një shpresë e rreme. Por tani ajo nuk ishte më vajza e friksuar që shërbente tavolina. Ajo kishte të vërtetën, aleat dhe guxim. Dhe pavarësisht dhimbjes, një ndjenje e fortë I rritej në gjoks, se më në fund po afrohej përgjigja. Nuk kishte më rëndësi. Elena e kishte gjetur të vërtetën. Çfarëdo që të kushtonte, ajo nuk do të ndalej. Telefoni I saj vibroi me një mesazh nga Camila. Rodrigo kishte folur. Sipas tij, Rosa nuk kishte vdekur. Thuaj se Aurelio e kishte dërguar në Evropë me një identitet të ri. Kishte prova të ruajtura në një kuti sigurie që vetëm Maximiliano mund ta hapte. Të nesërmen do të kërkonin një urdhër gjykate. Elena e lexoi mesazhin disa herë. Nëna e saj kishte qenë gjallë. Ndoshta ende ishte. Evropa. Një identitet I ri. Sekrete të mbyllura larg nga të gjithë. Dhe Augusto kishte diçka që Rosa I kishte lënë për të, diçka të ruajtur për vite të tëra. Pjesët e enigmës po bashkoheshin ngadalë. Ajo pa gjyshen që flinte në shtrat. Gruaja që kishte sakrifikuar gjithçka për ta mbrojtur. Do ta gjej, pëshpëriti në errësirë. Të premtoj. Në agim, Elena u kthye në restoran. Në dritën e mëngjesit ai duke I lodhur, pa shkëlqimin e rrem të natës. Augusto e priste te dera e pasme. Fytyra e tij mbante një përzierje emocionesh, nostalgji, faj, shpresë. Ai e çoi në një dhomë të vogël magazinimi. Nga pas disa thasëve mielli nxori një kuti metalike të vjetër. Nëna jote ma la këtë natën para se të zhdukej, tha ai me zë të dridhur. Më kërkoi ta ruaja derisa ti të ishe e fortë. Brenda kishte një paketë të mbështjellë me pëlhur. Elena e hapi me kujdes. Gjeti një fotografi, një pasaport dhe një letër të vulosur. Në fotografi, Rosa ishte shtatzën dhe buzëqeshte me dorën mbi barë. Pasaporta ishte franceze me një emër tjetër. Një identitet I ri. Nëna e saj kishte planifikuar të ikte. Pastaj Elena hapi letrën. Zëri I saj u drodh ndërsa lexonte me zë të lartë. Në letër, Rosa I fliste me dashuri. I shpjegonte se ishte larguar për ta mbrojtur. Se baba I saj e kishte dashur, por kishte zgjedhur pushtetin mbi familjen. Se gruaja e tij e kishte kërcënuar. Se ajo kishte bërë një marrëveshje, do të zhdukej, por vajza do të ishte e sigurt. Ajo kishte shkuar në Francë, kishte marrë një identitet të ri dhe kishte jetuar duke pritur. Çdo të diel shkonte në një kafene të vogël në Paris, ulej në të njëjtën tavolinë pranë dritares dhe priste që një ditë vajza e saj të hynte nga ajo derë. Jam gjallë, shkruante ajo. Dhe do të pres gjithmonë. Elena qau pa u ndalur. Ajo është gjallë, pëshpëriti. Mami është gjallë. Pak më vonë, Camila telefonoi. Kishin hapur kutinë e sigurisë së familjes. Brenda kishte dokumente korrupsioni, por edhe një zarf me emrin e Elenës, shkruar me dorën e Rosës. Një tjetër provë se nëna e saj kishte tentuar ta kontaktonte. Vendimi u mor menjëherë. Elena do të shkonte në Paris. Udhëtimi dukej I pafund. Gjyshja nuk mund të shkonte për shkak të shëndetit, por e shtyu të largohej. Shko, I tha. Gjeje nënën tënde. Thuaj se e fal. Kur Elena mbërriti në lagjen e përshkruar në letër, zemra I rrite aq fort sa mendoi se do të binte. Kafeneja ishte e vogël, e ngrohtë, me aroma kafeje dhe fotografi të vjetra në mure. Ajo hapi derën. Pranë dritares ishte ulur një grua me flokë të thinjura, duke parë rrugën me një shprehje pritjeje të përjetshme. Elena nuk mund të merrte frymë. Gruaja ngriti sytë. Shikimet u takuan. Bota ndaloi. Elena. Pëshpëriti gruaja.
Mami. Ato u përqafuan me forcë, sikur të donin të rikuperonin çdo vit të humbur. Qanin të dyja, duke u mbajtur fort njëra pas tjetrës. Njerëzit përreth i shikonin me emocione, pa kuptuar plotësisht, por duke ndier peshën e momentit. Ato u ulën dhe folën për orë të tëra. Rosa tregoi për jetën e saj në Paris, punën si përkthyese, vitet e pritjes çdo të diel. Elena tregoi për gjyshen, për gjuhët që kishte mësuar, për poshtërimet dhe për momentin kur më në fund gjeti zërin e saj. Kur u kthyen në shtëpi, gjyshja i priti në aeroport. Kur pa vajzën e saj pas kaq shumë vitesh, bërtiti dhe qau si fëmijë. 3 breza grash u përqafuan mes lotësh. Më pas, drejtësia erdhi. Familja e fuqishme u dënua. Perandoria e tyre u rrëzua. Spitali u shpëtua. Gjyshja vazhdoi trajtimin në paqe. Elena mori oferta pune nga shumë vende për shkak të gjuhëve që fliste, por zgjodhi diçka tjetër. Hapi një shkollë falas për të rinjt pa mundësi, duke u mësuar gjuhë dhe dinjitet, ashtu siç e kishte mësuar gjyshja. Një pasdite pranvere, ajo u ul në kopsht me nënën dhe gjyshen. I pa duke qeshur së bashku nën hijen e një peme. E di çfarë mësova nga e gjithë kjo, tha Elena. Çfarë, bia ime, pyeti gjyshja. Gjuha më e rëndësishme nuk është asnjë nga ato që flas. Është dashuria. Rosa dhe Mercedes buzëqeshën me sy të mbushur me lodh. Dhe ti e flet atë në mënyrë të përkryer, tha nëna, duke e puthur në ball. Dielli perëndoi duke lyer qiellin me ngjyrat e arta dhe roz, por këtë herë nuk ishte fundi i një dite. Ishte fillimi i një jete të re. Një jetë ku e vërteta fitoi mbi gënjeshtrat. Ku dashuria fitoi mbi pushtetin. Dhe ku një familje, e ndarë për dekada, më në fund u bashkua për gjithmonë.